Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne jemi së bashku në vijim. Do ta hapim të transmetim të drejt për drejt me dy ngjarje, të cilat kanë tronditur kryeqytetin pas ditën e sotme. Fillimisht është shënuar rreth orës 15 një vrasje në Tiranë, sherr me thik dhe mendohet apo është tashmë identifikuar se viktima është Egli Pashollari. Do të lidhem me kolegen Bleona Prengza, e cila ndodhet në vend ngjarje. Leona, ti je në vendin e ngjarjes, unë shoh pas teje që policia ka vendosur edhe shiritat e verdhë të rrethuar zona për të marrë provat për zbardhjen e kësaj vrasje. Çfarë dim për dinamikat, ndoshta diçka për autorin dhe arsyet që kanë çuar në këtë konflikt? Ndodhemi në rrugën Kongresi i Lushnjës këtu në kryeqytet, ku pikërisht vetëm rreth një orë më parë, për shkak të një konflikti me armë të ftohtë thik, një 31 vjeçar ka humbur jetën. Ky është edhe vendi i ngjarjes ku është shënuar ngjarja e rëndë me një viktim. Bëhet fjalë se ka mbetur viktim Egli Pashollari, 31 vjeç, i cili sapo ka dalë nga makina e tij, është sulmuar menjëherë nga 3 persona. Dyshohet të kenë qenë 2 djemë dhe një vajzë, të cilët fillimisht janë konfliktuar fizikisht me viktimën, pra me Egli Pashollarin, 31 vjeçar. Gjatë përleshjes fizike, njëri nga djemtë e përfshirë në këtë konflikt ka nxjerrë thikën dhe ka goditur të paktën një herë në kurriz 31 vjeçarin. Siç mund ta shikojmë, në fakt Egli Pashollari ka humbur një sasi të madhe i gjakut, çka edhe ka bërë të pamundur që ti mbjetoj kësaj plage të të shkaktuar në fakt nga autori i dyshuar, i cili sipas burimeve deri në këto momente bëhet me dije të jetë gazmend buçpapa me origjinë nga Tropoja. Menjëherë pas ngjarjes Egli Pashollarit i është dhënë ndihma nga disa persona të pranishëm në zonë. I është dhënë ndihma e parë fillimisht dhe më pas është marrë nga këto persona, është futur në makinën e tij, ku edhe është drejtuar drejt spitalit, por fatkeqësisht për shkak të plagëve të marra, 31 vjeçari nuk ka arritur që ti mbjetojë këtij sulmi me thik dhe ka ndërruar jetë gjatë rrugës në spital. Ende nuk dihet në fakt nëse ka qenë një konflikt çasti apo ka një histori pas këtij konflikti të ndodhur në këtë zonë, ku edhe humbi jetën Egli Pashollari. Ndërkohë, siç mund ta shikojmë në fakt, grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje, ka rrethuar të gjithë zonën, por nga ana tjetër ka sekuestruar edhe pamje të kamerave të sigurisë për të kuptuar më shumë mbi dinamikën e kësaj ngjarje, por edhe për të identifikuar edhe personat e tjerë të përfshirë. Deri në këto momente është identifikuar si autori i dyshuar Gazmend Buçpapa, ndërkohë janë shpallur në kërkim së bashku me Buçpapën edhe 2 personat e tjerë të përfshirë, pra dhe një djalë dhe një vajzë tjetër. Ndërkohë vijon puna nga grupi hetimor këtu në vendin e ngjarjes. Do të kuptohet më shumë në fakt mbi dinamikën e kësaj ngjarje, nëse ka qenë një konflikt çasti apo ka qenë një konflikt i hershëm lidhur mes 3 personave të përfshirë dhe Egli Pashollarit, apo se si ka ndodhur e gjithë dinamika e ngjarjes. Në fakt, sipas informacioneve që kemi arritur të marrim edhe nga vendi i ngjarjes, mendohet që Egli Pashollari të ketë banesën e tij afër në këtë zonë, donse nuk është ende e verifikuar plotësisht, por mendohet që banesa e tij të jetë në këtë zonë. Ndërkohë, sulmi ka ndodhur vetëm pak çaste pasi ky i fundit ka zbritur nga automjeti i tij dhe më pas është sulmuar nga 3 personat. Bleona Prengza, të falenderoj për informacionin që solle. Vritet kështu me thik 31 vjeçari Egli Pashollari, po ndërkohë është identifikuar edhe autori Gazmend Buçpapa. Sipas informacioneve që solli gazetarja jonë, e cila ndodhet në vend ngjarje, autoritetet kanë filluar punën për kapjen e autorit së bashku me 2 persona të tjerë që mendohet të kenë qenë të përfshirë në këtë ngjarje që ka tronditur këtë pasdite kryeqytetin, ku ka humbur jetën 31 vjeçari Egli Pashollari për shkak të goditjeve që ai ka marrë me thik në zonën që sipas Bleona Prengza, gazetarës e ABC News, ishte shumë pranë zonës ku ai banonte. Është kjo foto e viktimës dhe këto janë plane nga vendi i ngjarjes. Është identifikuar ndërkohë autori, bëhet fjalë për shtetasin Gazmend Buçpapa, por ende nuk është kapur. Ai
do duhet themi është kërkim nga autoritetet policore së bashku me 2 persona të tjerë, mendohet një djalë dhe një tjetër vajzë, 3 personat përfshirë në vrasjen e 31 vjeçarit Egli Pashollari. Është kjo ngjarje që ka tronditur kryeqytetin pasditën e sotme. Nga informacioni që solli kolegja në fakte dhe forcat e policisë, mbritëm njëherë në vend ngjarje e cila është shënuar diku rreth orës 13:30 minuta. Kanë bërë rrethimin e zonës dhe marrjen e provave, të cilat do të ndihmojnë më pas në zbardhjen e gjithë dinamikës këtij konflikti që fatkeqësisht ka çuar në një viktim. Por siç e thash, nuk ka qenë një pasditë e lehtë për kryeqytetin. Një tjetër plagosje ka ndodhur në Tiranë, bëhet fjalë për një plagosje me armëzjarri. Lidhem me kolegun Ervin Leka për të marrë informacione. Ervin, një person është qelluar gjatë një konflikti tek rruga e Kavajës. Plagosja ka ndodhur me armëzjarri. Çfarë dim për arsyet që kanë çuar në këtë konflikt edhe përdorimin e armës edhe këtu? Do të nisë në fakt nga një lajm që na vjen nga spitali privat ku është edhe i plagosuri Akil Koxhaxhiku, i cili fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Të paktën këto janë të dhënat e fundit që kemi marrë nga spitali ku ai po qëndron dhe po merr mjekësim. Ka një plag në pjesën e barkut dhe është qelluar nga një tjetër person që të paktën sipas policisë është identifikuar si Besian Ferazini, autori i dyshuar i kësaj plagosje me armëzjarri, ku në fillimisht kanë pasur një konflikt fizik, ndërsa më pas Besian Ferazini ka nxjerrë edhe armën e zjarrit duke qelluar në drejtim të Akil Koxhaxhikut dhe duke plagosur në pjesën e barkut, ku fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Ka qenë në fakt e fejuara e të plagosurit, e cila me makinë private e ka dërguar në spitalin privat dhe fatmirësisht pra nuk ka pasur dëmtime të tjera. Shkaqet e këtij sherrri, në paktën sipas informacioneve që kemi marrë nga policia, janë për arsye xhelozie, një konflikt banal, të paktën sipas asaj çka dyshojnë edhe autoritetet policore, të cilët kanë sekuestruar edhe kamerat në zonë, dhe gjithë ngjarja është e filmuar dhe dokumentuar nga kamerat e sigurisë, ndërsa në këtë pjesë ku ndodhem aktualisht vetëm pak pas krave të mi ka ndodhur edhe vendi ngjarjes, pa ku plagos 34 vjeçarin, ndërsa tashmë policia po bën edhe një kontroll pothuajse gjithë zonën, pasi dyshohet se mund të kemi edhe autorin për të arrestuar, për ta vënë në pranga. Ka pasur disa kontrolle në banesa në këtë kompleks ku ndodhem aktualisht për të kapur edhe autorin, i cili pra është identifikuar si Besian Ferazini, ndërsa gjithçka si se theksuam, për shkak se ka pasur edhe persona të tjerë dëshmitar në vendin e ngjarjes, kanë bërë të mundur identifikimin e menjëhershëm të këtij personi që tashmë po kërkohet nga ana e policisë së shtetit. Ervin Leka, të falenderoj edhe ty për këtë raportim të drejt për drejt nga vendi i ngjarjes. Janë identifikuar në të dy rastet emrat e autorëve, një emri i autorit plagosjes në Tiranë dhe po ashtu sikurse raportoi dhe kolegja Bleona Prengzaj, emri i autorit vrasjes që i mori jetën 31 vjeçarit. Ne do të flasim tani për të tjera zhvillime. Presidenti i Kosovës konfirmoi se me presidentin amerikan dhe kryeministrin Rama ata folën për aktakuzën e prokurorisë së Hagës për ishkrerjet e UÇK, si edhe për çështjet Serbisë, dhe kanë marrë garanci të fuqishme. Osmani tha se takimi ishte mjaft pozitiv. Dje në fjalën përpara bordit paqes, kryeministri Rama mbrojti Hashim Thaçin dhe quajti gjykatën e Hagës kundër UÇK një proces të turpshëm. Shqiptarët u bën protagonist të takimit të parë të bordit paqes në Washington me përfaqësimin e kryeministrit Rama dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Një takim konsiderueshëm i gjatë u fiksua nga mediat ndërkombëtare, teksa presidenti Trump këmbeu një bisedë me dy përfaqësuesit e lartë politik të shqiptarëve. Komunikimi dhe gjua e trupit ishin dukshëm miqësore dhe vlerësuese, ndërsa Osmani ndau për Klan Kosova edhe disa nga detajet e kësaj bisede, duke konfirmuar se me presidentin amerikan u bisedua për aktakuzën e gjykatës speciale ndaj ish-krerëve të UÇK në Hagë dhe çështja e Serbisë. Unë ju kisha lutur për mirëkuptimin tuaj, nuk besoj që është në interesin e Kosovës nëse japim më shumë detaje rreth kësaj, mirë po dua të siguroj që i kemi diskutuar të dyja temat dhe kemi marrë garanca shumë të fuqishme, për cilën dua edhe një herë ta falenderoj presidentin Trump. Natyrisht që kur vjen momenti, edhe unë edhe kryeministri Rama do të flasim më në detaje lidhur me këtë çështje, por e kemi informuar në detaje për këto dy tema
presidentin Trump. Osmani deklaroi se takimi u shfrytëzua edhe për të krijuar kontakte të reja me liderët e disa prej vendeve pjesëmarrëse në Bordin e Paqes, që ende nuk e njohin Kosovën si shtet i pavarur, duke paralajmëruar njohje të reja për vendin. Ditë e rëndësishme që ka rikonfirmuar Republikën e Kosovës ndër shtetet që japin kontribut për paqe dhe siç e dini, antarësimi në çdo organizatë ndërkombëtare e Kosovës ja fuqizon subjektivitetin, por kjo është edhe më me peshë, sepse ka edhe shumë shtete jo njohëse me cilat sot kisha mundësi sërish të takohemi, të diskutojmë dhe të afrohemi shumë tek vendimarrje e rëndësishme për shtetin tonë. Ishte kryeministri Rama që kërkoi drejtësi për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zemër të Washingtonit, duke i tërhequr presidentit Trump vëmendjen përmes ish prokurorit Jack Smith, që në SBA kishte ngritur disa çështje ndaj atij vet. Ne do të flasim për procesin në Hag, por megjithatë për vëmendjen që ky proces mori pas fjalës së kryeministrit Rama në takimin e parë në Bordin e Paqes. Veteranët e luftës kanë shprehur mirënjohje për zërin e kryeministrit të Shqipërisë dhe ngritjen e kësaj çështje shumë pranë presidentit amerikan Donald Trump. Kam kënaqësi të ftoj në këtë bisedë Gazmen Sylla, nënkryetar i organizatës veteranëve të luftës. Gazmen, përshëndes, mirë se erdhe në Ballkan Update. Faleminderit juve për ftesën. Sigurisht, procesi ka qenë i fortë, ka marrë vëmendje që në fillim të tij 4 shjat çlirimtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndodhen para burgim që prej vitit 2020, po ashtu mediat ndërkombëtare kanë qenë edhe në seancat përfundimtare në Hag, ne kemi qenë po ashtu dhe i kemi dhënë vëmendjen e merituar një procesi i cili në fakt është shoqëruar me shumë drithie edhe me aludime deri diku të bazuara se ky ka qenë një proces i njanshëm. Megjithatë, ngjarja mori përmasa të tjera në momentin kur u fol për të nga ana e kryeministrit Rama në takimin e parë të Bordit të Paqes dje në Washington. Ju keni shprehur mirënjohjen për këtë moment apo jo? Po sigurisht, fani fillimisht më keq për ato që ka ndodhur që poshtë më herët me edhe të juve, të dhash Zotit mos përsëritën ngjarje të tilla në Tiranë. Ky rasti që kishit më herët kronikën më herët. Kjo juja që ka thënë qëndron, me tregu drejtën kur u ula dhe të shkruaj të gjej disa fjalë më të mira për falendëruar kryeministin shqiptar zotin Edi Rama, nuk gjeja dot fjalë të mira që të përshkruaj këtë ndjenjë të secili luftëtar, sepse edhe vetë kam qenë luftëtar. Prandaj e zgjodha atë të fundit. Faleminderit, besoj që kjo më pranohet si e tillë, për neve ishte tepër paparashikueshme. Ishte një ngjarje që nuk lidhej dot me ngjarjet e gjykatës speciale, është Bordi i Paqes, tema Gaza, rindërtimi, ndarja mjetër për shumë vende, pastaj disa vende do të participojnë në këtë rast si Kosova me ushtarët e vet paqshojtës atje. Prandaj kjo na jep disa, ndoshta është kulmi i krejt asaj që ka zoti Rama ka bën ndër vite në raport me gjykatën speciale apo me këtë padrejtësi që po ndodh gjykatën speciale, kështu që e falenderoj me zemër, do të thotë përzemërsisht për krejt kohën që ai ka gjetë qëndroi afër nesh në këtë situatë as pak zakonshme për ne luftëtarët u qeverisë, por edhe për popullin shqiptar. Po, në fakt ishte paksa e papritur se kur mendon Bordin e Paqes edhe diskutimin kryesor që lidhet me rimëkëmbjen e Gazës dhe dëgjon aty kryeministrin e Shqipërisë që ngre zërin për padrejtësinë, këtë proces të turpshëm e ka quajtur ai që po zhvillohet në Hag, madje ndër të tjera kryeministri Rama teksa shikonte drejt presidentit Trump ka thënë për hir të Zotit Trump jepini vëmendje edhe kësaj çështje. Po ka qenë një lëvizje e zgjuar politike e zotit Rama, i quaj kështu edhe për shkak të lidhjes ja i bëri me prokurorin e përbashkët të çështjes së Hagës, po edhe të dosjeve që u ngritën për presidentin Trump, Jack Smith. Pra, mendoni që ky element ja ka tërhequr vëmendjen presidentit Trump që në fakt bëj një hap konkret për gjithë çfarë po ndodh në gjykatën speciale? Duhet jemi real, jo shumë pushtetas mund të bëni gjatë tillë, sidomos në këto evente që ndodhen aty. Sidomos kur ju keni në prani të këtij eventi dhe zotin Trump, i cili në fakt kryeson këtë event, prandaj kjo është për guximshëm nga zoti Rama, ju dini që tha disa shtete ju të cilat edhe financoni, aty kishte plot lider të shtetit të cilat e financojnë gjykatën speciale. Edhe ju e patë edhe vetë që ju tha duhet t'ju vjet turp, domethënë
nuk është e lehtë kjo më thonë nga një lideri një shteti, prandaj për neve ka qenë, ju nuk e keni idenë se çfarë mesazhi ka qenë për ne në Kosovë, për shumë bashkëftarë, po edhe për plot qytetarë vendit tonë, çfarë reagime pozitive ka pas. Prandaj edhe përsëris kjo është kulmi i këtij asaj që zoti Rama ka bërë deri më tani. Edhe nëse asnjë hap në tutje, nëse asnjë fjalë me tepër nuk e shton Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë në këtë drejtim, ky mbylli do thotë, ky na tregoi që me neve është, ka qenë prej fillimit i procesi, vazhdoi të jetë, po deri në fund arriti me qenë afër nesh, gjatë cilën jemi bindën që as lider të shtetit tonë të Kosovës, për të cilën ata sakrifikuan dhe po sakrifikuan ende i shkret ushtishimtarë të Kosovës, nuk do ta kishim bërë. Këtë bën një burr i madh, që është kryeministri i shtetit tonë shqiptar, tek ky fundit ne luftëtarët e UÇK-s jemi ushtarë shqiptarë, sepse ne luftuam për tokat e pushtuara shqiptare. Prandaj ndoshta ka dhe obligim, por nuk e kemi prit që deri në këtë nivel do ta ngritë zonën Edi Rama. Ne besojmë që kjo do të trajtohet nga zoti Trump, sidomos kur thuhet nga zoti Edi Rama, sepse dihet pesha, dihet rëndësia e Shqipërisë, dihet sa i fuqishëm është edhe vetë zoti Edi Rama në aspektin diplomatik, prandaj e mendojmë që ka qenë goditja më e mirë deri tash që ka ndodhur, domethënë në këtë procesin është kjo fundit, gjë për cilën nuk kemi fjalë më falënderu zotit Rama për një gjë. Tani jemi në pritje të vendimit që do të marrë gjykata speciale, e cila ka kohë 3 muaj, ndoshta kërkon kohë edhe me shumë gjas për të dhënë vendimin. Gazmend, falenderoj shumë. Faleminderit juve, mirupafshim. Ndërkohë, do të mbetemi te çështjet e Hagës, ndryshe nga çfarë pritej në kuptimin pasmarrjes së kësaj vëmendje. Nuk është votuar amendamenti i Partisë Demokratike të Kosovës, teksa diskutohej sot në kuvend për buxhetin e vitit 2026, amendamenti lidhej me mbështetjen, rritjen e fondeve për mbrojtjen e 4 së ushtrisë shërbimtare të Kosovës në Hagë. Nuk e ka pranuar vetëvendosja një propozim të tillë. Njemi pak me materialin. Shpenzimet për mbrojtjen e 4 ish-krerëve të UÇK në Hagë janë të larta ndaj partia që la Hashim Thaçi në Kosovë, përpara se t'i nënshtrojë me vullnet plot procesit në gjykatën speciale, ka bërë kërkesë për rritjen e fondeve për ta. Partia Demokratike e Kosovës ka kritikuar partinë në pushtet vetëvendosje në lidhje me mosmbështetjen e amendamenteve të tyre, ku është nënvizuar edhe moskalimi i amendamentit për mbështetje financiare për ish-krerët e UÇK. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Arjan Tahiri nga holli i kuvendit tha se për një proces të padrejtë, siç është ai që po bëhet ndaj ish-krerëve të UÇK-s, me pakta që do të mund të bënin institucionet është të rrisnin mbështetjen financiare. Me pakta çka do duhet bënte veni, çka do duheshin të bënin institucionet, është që ta rrisnin mbështetjen e theksuar në mënyrë që procesi të jetë më i lehtë për ta dhe kosto që është shumë e lartë të mundet të ballafaqohet e të jetë më e lehtë për ta. Kërkesa erdhi teksa në Kosovë ka diskutime për buxhetin, ndërsa ish-krerët e UÇK janë ende në proces në Hagë, me mbrojtjen që duhet të vijojë punën dhe t'i përgjigjet kërkesave të gjykatës deri në dhënien e vendimit. Ndërkohë, flasim tani edhe për një tjetër zhvillim që lidhet me politikën këtu në Tiranë. Bashkimi Evropian kërkon nga politikat mos sulmojë drejtësinë. Ambasadori i Komisionit në kryeqytet Silvio Gonzato shpreh shqetësim për sulmet e vazhdueshme të Sali Berishës për prokurorë gjyqtar të posaçëm, ndërsa i vlerësoi punën e SPAK kundër krimit të organizuar. Gonzato tha se Komisioni Evropian po monitoron ndërhyrjen ligjore të propozuar nga Partia Socialiste në kodin e procedurës penale. Politika duhet i ndalë sulmet ndaj drejtësisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, shpreu shqetësimin për deklaratat e vazhdueshme të Sali Berishës, i cili jo në pak raste ka akuzuar gjyqtar e prokuror, jo vetëm në dyert e SPAK, por dhe në Selin Blu. I pyetur për të, por dhe nismën e fundit të qeverisë, Gonzato dha këtë përgjigje. Nuk do të spekuloj për këtë. Ajo që është e sigurt është se ne kemi shprehur vazhdimisht në raportet tona vjetore shqetësimin tonë në lidhje me sulmet kundër gjyqësorit. Mendojmë se këto sulme nga politikanët dhe ndërhyra politike janë diçka që e shohim me shqetësim. Është diçka që nuk duhet vazhdoj.
Në një intervistë për Deutsche Welle, Gonzato tha se Brukseli po monitoron ndërhyrjen e qeverisë në nenin 242 të kodit të procedurës penale, ku përveç të zgjedhurve, masa e pezullimit nga SPAK nuk do të mund të përdoret as për presidentin, kryeministrin, antarët e qeverisë apo institucione të tjera kushtetuese monokratike, si kontrolli i lartë i shtetit apo avokati i popullit. Sistemi i drejtësisë është në zemër të punës dhe kërkesave të një vendi në kontekstin e negociatave të antarësimit. Pra, ne presim që çdo nisëm legjislative të jetë në përputhje me angazhimet e përgjithshme të qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, dhe ne do të vazhdojmë ta monitorojmë nga afër se si ndikon kjo në këtë element. Gonzato vlerësoi punën e SPAK kryesisht në luftën kundër krimit të organizuar. Nëse flisni me shtetet anëtare, do të shihni se ato e vlerësojnë njerëzakonisht punën e bërë nga SPAK-u, për shembull në luftën kundër krimit të organizuar, në shpartallimin e bandave kriminale që veprojnë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Bashkimin Evropian, veçanërisht në disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Gonzato ndalte tek zhbllokimi i fondeve të IPART për bujqësinë, për të cilën tha se Tirana është në negociata me Brukselin, ndërsa rikonfirmoi se Unioni është i vendosur për të ndihmuar këtë sektor në mënyrë që fermerët shqiptar t'i bëjnë ballë konkurrencës, kur Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Ambasadori vlerësoi përpjekjet e Shqipërisë sa i përket përmbushjes së reformave të antarësimit, ndërsa nënvizoi se është thelbësore të ruhet afati që qeveria i ka vendosur vetes, mbylljen e të gjithë kapitujve të negociatave brenda 2027. Ne kemi mbritur kështu në fund të Balkan Update. Për këtë javë, unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abc.news.al, ku ju mund klikoni aty në çdo kohë dhe të njeni me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, por dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni qëndroni me ne, vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifti me Sport Center. Faleminderit për vëmendjen.